Falenderit, kam një porosi të përgjithshme generale të gjithë qytetarët, pavarësisht prej incidenteve të cilat ndodhen paradite. Qeveria e Maqedonisë dhe Ministria e Punëve të Brendshme ka kapacitete që ta mbajë procesin kontroll, ta garantoj paqen dhe sigurinë dhe i lut qytetarët që dalin në mënyrë masive në zgjedhje. Normalisht e qartë është aktivistë e BDI-s me armë kanë ngjujtë mbi policinë. Kasabon, po këtu po ndodhin ma shumë se sa kasabana. Njerëzit janë të parirur që të bojnë dëm për popullin e vetë. Ne jemi përpjek që të ikim çdo provokacioni, për fat të keq struktura kriminale mbështeten edhe nga policia. Situata është mjaft brengose, është mjaft shqetësuese. Megjithatë jemi duke u përpjek të menaxhojmë komunitetin ndërkombëtar.